Flamurtari ka humbur në shifra të 2-1 takimin e luajtur të shtunë në mbasdite në stadiumin e Arena e Demave në kryeqytet. Një tjetër humbje për vlonjatët, të cilët vijojnë të mbeten në vendin e 9 të renditjes në kuotën e 13 pikëve, duke rënduar pozitat në klasifikim. Takimi ka qenë i luftuar kryesisht gjatë pjesës së parë, ndërkohë që momentet më të mira në fillim të ndeshjes i ka patur ekipi i Flamurtarit, e megjithatë do të jetë Partizani i cili do të kalojë në avantazh, duke mbyllur dhe 45 minutat e para në shifrat 1-0. Në pjesën e dytë, ekipi i Partizanit ka kërkuar të administrojë rezultatin, ndërkohë që ekipi vlonjat në minutën e 70 pas ndërhyrjes edhe të sistemit VAR ka arritur të fitojë një penallti. Do të jetë Mesushori Marku i cili do të ekzekutojë sakt penalltin, duke shënuar edhe shifrat 1-1. Një gol i cili jep shpresë tek Flamurtari se nga ndeshja me Partizani mund të dalin të paktën me 1 pikë, por gjithsesi në minutat e fundit do të jetë sërish sistemi VAR i cili do të akordojë një 11 metësh për ekipin e Partizanit. Skuka do të gjuajë sakt dhe shënon golin e dytë për ekipin e Partizanit, duke marrë kështu një fitore shumë të rëndësishme, ndërkohë që Flamurtari humbet sërish pas humbjes përballë Dinamos një javë parë në shifrat 0-3. Me këtë humbje, ekipi i Flamurtarit vijon të mbetet në vendin e 9 të renditjes në kategorinë superiore në kuotën e 13 pikëve, pozicioni i cili të dërgon një kategori më poshtë sezonin e ardhshëm. Ndeshjen e radhës megjithatë Flamurtari ka mundësi, pasi do ta luajë pikërisht në Vlorë, teksa të premten do të luajë përballë Teutos.